Vërtet mendoj që lëvizja vendose ka qenë ka po larg në vitin 2021, edhe I ka vendos do gjëra që do projekte, do standarde që unë mendoj që kanë me jetu gjatë. Edhe në vitin 2015 kena me pas shtesat për fëmijë. Shtesat edhe një pak për gratë që lindin, që bojnë fëmijë, kërkush nuk ka me guxu me qenë. Parti tjera veç mujnë mu shty, cila pi bën matë mdoja. Po për që jekin këto harro. Unë mendoj që kjo është pra me pas vizion, kjo është me transformu Kosovën, me vendos sene të reja, projekte të reja, që kanë me jetu gjatë, edhe që çdo herë që rriten shtesat e fëmijëve, çdo herë që rriten bursat për studentë, çdo vit që kanë mu rrit pensionet, çdo herë që kanë mu ngrit pagat, to ju kontribuojnë familjeve tonë.